Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në takimin tonë për përditshëm komenti i shkrimit shenjtë. Jemi në datën 28 gusht. Në këtë ditë Kisha Ortodokse na nxit lexojmë nga Vangjelli sipas Marku, kapitulli 4, vargu 1 dhe vargu 9. E lexojmë dhe e komentojmë sipas erdhave. Pastaj nisi përsëri të mësojë në breg të detit, dhe rreth tij u mbrolli një turma aq e madhe saqë ai hyri në bark dhe rinte ulur në det, ndërsa gjithë turma ishte në tokë pranë detit. Ai u mësonte atyre shumë gjëra në shëmbulltyra. Dhe thoshte atyre në mësimin e tij: Dëgjoni, ja doli mbjellësi të mbjellë, dhe ndodhi që kur hidhe fare, një pjesë e farës ra gjatë rrugës dhe zogjtë e qiellit erdhën dhe e hëngrën. Një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk ishte shumë dhe mbiu me njerëz sepse s'kishte një tokë të thellë. Por kur doli dielli u doq, dhe meqense nuk kishte rrënjë, u tha: Një pjesë tjetër ra midis ferrave, ferrat u rritën, e mbytën dhe nuk dha fryt. Një pjesë tjetër ra në tokë të mirë dhe solli frut që rritej, dhe u zhvillua për dhënë, njëra 30, tjetra 60 dhe tjetra 100. Pastaj u tha atyre: Kush ka vesh për dëgjuar, le dëgjoj. Pra kjo është shëmbulltyra e mbjellësit. Në traditën e etërve të kishës, kjo pjesë nuk lexohet thjesht si një histori bujqësore, por si një pasqyrë e zemrës së njeriu përballë fjalës së Perëndisë. Krishti fliste me shëmbulltyra dhe kjo ishte një mënyrë e të folur në atë kohë, por dhe Krishti e përdorte shpesh, sepse me anë të shëmbulltyrave, pra të ngjarjeve nga bota reale ose të krijuara, jepen të vërteta hyjnore, mistike. Por le ta lexojmë varg për varg dhe ta komentojmë sipas hetërve. Do të dimë se dhe kjo është e komentuar dhe nga vetë Krishti. Por fillojmë me vargun e parë. Pastaj nisi përsëri të mësojë në breg të detit, dhe rreth tij u mbyll një turma aq e madhe saqë ai hyri në bark dhe rinte ulur në det, ndërsa gjithë turma ishte në tokë pranë detit. Krishti del përsëri tek njerëzit në breg të detit ose liçenit Tiberiadës. Ai nuk pret që njeriu të jetë i përsosur për të ardhur tek ai shkon atje ku njerëzit janë dhe u jep atyre fjalën. Deti në shkrimin e shenjtë shpesh lidhet edhe me botën e trazuar, me jetën njerëzore. Krishti qëndron përballë një turme të trazuar dhe sjell atje fjalën, e cila sjell rend dhe qetësi. Krishti hypën në varg dhe nga varka ai i flet si një katedër popullit. Varka është gjithmonë ikona e kishës. Krishti është në kishë dhe nëpërmjet kishës, jo vetëm brenda tempullit, por kudo që shkon kisha, nëpërmjet bashkëpunëtorëve të saj, klerik dhe laik, dhe çon fjalën e Perëndisë, është se Krishti duke folur nëpërmjet kishës. Edhe sot Krishti vjen në mes të jetës sonë, nëpërmjet fjalëve të ungjillit, nëpërmjet mistereve të kishës. Pra vjen atje ku jemi ne, vjen në familjen tonë, vjen në punën tonë, vjen në shqetësimet tona. Po vjen edhe në mjetet që ne përdorim, për shembull në rrjetet sociale, gjithçka, dhe atje vjen që ai të na flas. Çështja është që neve duhet ta dëgjojmë fjalën e tij, që sot nëpërmjet teknologjisë është bërë shumë e aksesueshme dhe çdo kush në çdo cep të botës mund ta dëgjojë fjalën e Zotit. Por vim në vargun e dytë. Dhe ajo mësonte atyre shumë gjëra në shëmbulltyra dhe thoshte atyre në mësimin e tij. Tham që shëmbulltyrat ishin një mënyrë të shprehur në atë kohë, dhe Krishti përdor gjëra të zakonshme për të zbuluar të vërtetat të thella, hyjnore. Ai flet për farën, për tokën, ferrat, diellin, si do shikojmë më poshtë, të cilat janë gjëra të dukshme, gjëra fizike, por që ai i kthen në kontekstin shpirtëror. Ndonjëherë ne kërkojmë një përgjigje të jashtëzakonshme nga Perëndia, por Perëndia flet përmes gjërave të thjeshta, nëpërmjet një këshille, një vargu biblik, një pamje natyrore, një fenomen natyror dhe ose me anë të një njeriu, dhe kështu ai na thot një të vërtet, ose na qorton dhe na korrigjon. Jemi në vargun e tretë. Dëgjoni, ja doli mbjellësi të mbjellë. Shikoni se nuk ka përmendet kush është ky mbjellësi. Prandaj, e para ne interpretojmë sipas hetërve të kishës se mbjellësi është i pari Krishti. Krishti erdhi u dërguar nga Ati bashkë me Shpirtin e Shenjtë për ta thënë fjalën e Perëndisë tek njerëzit. Prandaj dhe Krishti shkonte dhe predikonte vend me vend, qytet me qytet, fshat me fshat.
Por, jo vetëm Krishti mund ta thotë fjalën e Perëndisë. Janë dhe apostujt, janë dhe dishepujt, në çdo kohë, të gjithë ata që shkojnë dhe përhapin fjalën e Ungjillit, ata janë si mbjellësi dhe e thon fjalën e Perëndisë. Dhe fjala e Perëndisë tu na tregohet si fara. Etjet e shohin mbjelljen e farës si një veprim bujar të Perëndisë, dhe mbjellësi hedh farën aty ku mund edhe të mos japi fryt. Që do të thotë, Perëndia e dërgon fjalën e tij, jo thjesht si një fjalë, por si një person, Krishtin, te të gjithë njerëzit. Dhe të gjithë njerëzit kanë mundësi ta dëgjojnë dhe ta takojnë Krishtin. Dhe kjo bëhet e aksesueshme sot nëpërmjet kishës, që është trupi i Krishtit, dhe kisha e afron Krishtin me anë të fjalës, leximit të Ungjillit, interpretimit dhe mistereve. Por në kishë mund të hyjë çdo kush. Prandaj të gjithë kanë mundësi ta dëgjojnë fjalën. Perëndia nuk e kursen fjalën. Problemi nuk është se ai nuk është i mjaftueshëm në atë çfarë jep. Problemi është shpesh se çfarë bëjmë ne me atë që dëgjojmë edhe marrim nga fjala e Perëndisë ose prej kishës. Jemi në vargun 4. Dhe ndodhi që kur hidhte fare, një pjesë e farës ra gjatë rrugës dhe zojtë e qiellit erdhën dhe e hangrën. Patjetër që Krishti e ka interpretuar këtë. Kush janë zojtë e qiellit? Zojtë e qiellit janë demonët, të cilët vinë dhe marrin fjalën e Perëndisë të mbjell tek zemrat e ngurta që i ngjajnë rrugës. Rruga pra është një tokë e shkelur e fortë. Fara, fjala nuk hyn brenda tyre. Etjet këtë e lidhin me njeriu që dëgjon fjalën, por nuk e lejon të hyjë në zemër. Pra, është gjë e shkelur, ashtu si rruga që nuk mbin asgjë sepse shkelet. Siç thash, zojt, siç e tha dhe Krishti, por dhe interpretojnë etrit, janë fuqi demoniake që rrëmbejnë fjalën e Zotit nga zemra e njeriut, që ajo mos të lëshojë rrënjë. Për shembull, ne mund të dëgjojmë një predikim, të lexojmë Biblën dhe madje mund të themi sa bukur që e tha, sa bukur që lexuam, por pas 5 minutash vazhdojmë jetën sikur nuk kemi dëgjuar asgjë. Kjo pra është ajo fara, fjala që ra në rrugë, dhe erdhën zojtë e qiellit dhe e hangër. Prandaj pyetja është, apo e dëgjoj fjalën apo vetëm po e konsumoj? Pra thjesht si një informacion. Jemi në vargun 5. Një pjesë tjetër ra në gurishte, ku nuk kishte shumë dhe mbiu me njerë, sepse s'kishte një tokë të thellë. Pra, këtu kemi njeriu që pranon me gëzim, si thot Krishti, por nuk ka thellësi. Pra një gjanë ati zalli, që ka dhe gurishte, ka dhe pak dhe. Etrit dallojnë këtu një rrezik shumë të rëndësishëm. Emocioni nuk është ende rënjë. Njeriu mund të emocionohet, për shembull kur dëgjon për fjalën e Krishtit, veprat e tij, mrekullitë e tij ose mësimet e tij. Mund marrë mendime të forta në ato momente, sepse përjeton dhe një gëzim shpirtëror, por nuk ka rënjë. Gjithçka mbetet si përfaqësore. Ai këto nuk i zbaton në jetën e vet. Besimi nuk mund matet vetëm nga ajo që ndjen nga ana momentale. Pyetja është, çfarë ndodh me besimin tim kur nuk ndjem mirë? Pra, kur vjen vështirësia, kur vjen prova, patjetër që aty do duket se sa besojmë, sepse kur ne jemi në një gjendje të mirë, dhe nuk kemi një vështirësi për fjalën, neve jemi dakord, por kur vjen përndjekja, atëherë duket se sa ne e besojmë fjalën e Zotit, sepse sa i qëndrojmë besnik. Jemi në vargun e 6. Por kur doli dielli, u doj dhe me që nuk ishte rënjë, u tha. Pra, si shpjegohet dielli? Patjetër që dielli është figura e sprovës, vuajtjes, përndjekjes dhe vështirësive ose tundimeve mishore. Është interesante, dielli që normalisht është i mirë, këtu zbulon dobësinë e bimës. Kështu edhe sprovat nuk krijojnë gjithmonë dobësinë, shpesh e zbulojnë atë që ishte tashmë brenda nesh. Pra, pse lejohen sprova në jetën tonë shpirtërore? I lejon Zoti, jo se ai nuk e njeh potencialin tonë të tokës, sepse ne njerëzit ngjajmë me llojet e tokave. Por çështja është që ne të bindemi se çfarë lloj toke jemi, sepse në një herë na krijohet ideja se ne jemi tokë e mirë dhe japim prodhim. Por ja ku vjen sprova, siç doli dielli dhe thau bimën,
Kështu vjen një sprovë në jetën tonë, një tundim mishor, një vështirësi, një përndjekje për hir të fjalëve, atëherë heqim dorë nga besimi. Kur gjithçka shkon mirë është e lehtë të thuash kam besim, por kur vjen humbja, padrejësia, zhgënjimi ose edhe heshtja e Perëndis për të na provuar, atëherë zbulohet se sa thellë i ka lëshuar kjo farë rrënjët e saj në zemrën tonë. Jemi në vargun e 7. Një pjesë tjetër a midis ferrave, ferrat u rritën dhe e mbytën dhe nuk dha fryt. Prap Krishti këtë e ka interpretuar që janë shqetësimet e botës, lakmia, pasuria që nuk e lë bimën të rritet dhe nuk jep fryt. Por edhe etrit e kishës e shikojnë këtë dhe interpretojnë ndoshta si pjesa më e frikshme e njeriut besimtar i cili kalon disa etapa të besimit, por flasim edhe me njërin e kohës sotme. Sepse na krijohet ideja si kur ne jemi besimtar, por krijojmë atë, sipas nesh, atë marrëdhënie përsosur dhe me Zotin dhe me botën, dhe na duket vetja se jemi okay. Por çështja është fara mbin, rritet, zhvillohet, por nuk jep fryt. Çdo të thotë nuk jep fryt. Fara ku lidhet me kujdeset e kësaj bote, pasurinë, dëshirat, kënaqësitë dhe shqetësimet e mbysin jetën shpirtërore. Që do të thotë, prioritet në jetën tonë duhet të ketë fjala dhe zbatimi i fjalës, dhe jo kënaqësitë, pasuritë dhe lakmitë e kësaj bote, sepse nuk mund të bëhen dot të dyja. Nuk më gjërat kanë prioritete. Ne vërtet jemi në botë, si të krishterë, por marrim botës aq sa është e nevojshme për të jetuar, dhe të tjerët ja lëm shërbimit të Zotit, zbatimit të fjalës. Pra, nuk mund themi që vetëm ditën e dielë un jam në kishë dhe pastaj gjatë javës jam në botë dhe takohem me Zotin vetëm të dielën. Jo. Çdo ditë javës ne jemi me Zotin dhe jetojmë për Zotin. Prandaj, problemi ynë nuk është se e kemi mohuar Perëndin. Këtu flasim për besimtarë që besojnë dhe bëjnë dhe një jetë kishtare, por ne i kemi zënë frymën fjalës ose besimit. Pra, kemi shumë punë, kemi shumë para, kemi shumë dëshira, kemi shumë, si them, informacion, kemi shumë shqetësime, kemi shumë plane, dhe në fund nuk kemi hapësirë fare ose shumë pak për Perëndin. Kjo është fera në kuptimin sot modern. Prandaj shumë krishterë kapen nga shqetësimet, lakmitë dhe kënaqësitë e kësaj bote dhe nuk e zhvillojnë besimin e tyre, nuk e aplikojnë, nuk i jetojnë besimin e tyre, i heqin dhe kohën që i takon Zotit. Dhe kështu ngushtohet dhe koha e lutjes, rallohet vajtja në kishë ose marrja e misterëve. Dhe dal nga dal, ky lloj besimtari nuk jep fryt. Është një lloj besimtari në dukje, madje edhe ai burret, por si ajo pema që ka gjethe, por nuk ka fruta. Si ai fiku që Zoti kërkoi fruta dhe nuk gjeti, dhe ai fik u tha me mallkimin e Krishtit. Kështu pra ndodhet tek këta lloj besimtarësh, të cilët hiqen si besimtar, por nuk kanë frytet e besimit ose frutat e besimit që janë frytet e Shpirtit Shenjtë, dashuri, gëzim, paqe, zemërgjerësi, ëmbëlsi, mirësi, besim dhe përmbajtje. Le të flasim edhe për vargun e 8. Një pjesë ra në tokë të mirë dhe solli fryt që rritej dhe u zhvillua për dhënë njëra 30, tjetra 60 dhe tjetra 100. Këtu tani është shpresa e gjithë shëmbulltyrës. Pra, shikojmë sikur deri tani mbjetësi ka dështuar sepse ka hedhur farën pa kriter. Dhe ne mund themi i shkoi puna dëm. Por jo, nuk është përgjegjësia e mbjetësit që hedh farën, e Krishtit dhe e dërguarve të Krishtit, të atyre që përhapin ungjillin. Por çështja është, përgjegjësia është e tokës. Por jo gjithçka shkon dëm. 1/4 e farës do të shkojë në tokë të mirë. Pra, si shtam, problemi nuk është fara, është toka. Dhe ka dhe tokë të mirë. Dhe kjo tokë e mirë është ajo që e merr farën, e mban brenda vetes, lëshon rrym, bëhet bim, lëshon ato lulet, pastaj lidh frytet dhe pastaj ato piqen. Dhe jep prodhim të ndryshëm. Jep 30, jep 60, jep 100. Këtu tregon për tokën e mirë, por që jo të gjithë këta besimtar të devotshëm japin të njëjtin fryt, sepse marrëdhëniet e tyre shoqërore në botë mund të jenë ndryshme. Për shembull, një njeri që është besimtar i përkushtuar 100% Zotit, domethënë një murg,
patjetër që jep fruta më shumë. Një njeri i martuar beson, bën jetë të ndershme, por brenda martesës ai ka dhe detyrime familjare, kështu që jep, si them, më pak, 6 jetë. Dikush jep 30. Pra, kemi gjendje të ndryshme shoqërore që i shërbejmë Zotit dhe të gjithë i shërbejmë, të gjithë japim fruta, po jo të gjithë japim njësoj. E rëndësishme është të japim fruta. Në qoftë se ne jemi te 100 që lavdi Zotit, te 60, shumë mirë, te 30, po ashtu mirë. Çështja është të japim fruta, dhe neve mos ta krahasojmë jetën shpirtërore tonë me dikë tjetër. Secili duhet i shërbejë Zotit siç është thirrur, i martuar as i pamartuar. Pyetja, apo japim fruta në gjendjen ku jam? A jam bërë më i durueshëm për shembull, më i mëshirshëm, më i ndershëm, më falës, më i përulur, më i dashur? Këto janë shenja që fara po rritet, po zhvillohet dhe po jep fryte tek neve. Dhe si interpretojnë etrit e kishës? Për shembull, Shon Kozmai në predikimet e tij për farën që dha 100% prodhim e ka fjalën për shenjtorët që ishin oshënar, martir dhe ungjillor. Për shembull, zonja Shën e Premte, thotë Shën Kozmai, dha fruta 100%. Ajo ishte edhe oshënare, ishte edhe ungjillore, ishte edhe martire. Tregon raste për ata që dha fruta 60%. Për shembull, kishte çifte besimtarësh të martuar, por në një moment caktuar, ata mbasi rritën dhe fëmijët e tyre dhe mbaruan detyrat familjare, thanë me njëri tjetrin brenda lirisë të ndanë dhe secili të shkojë dhe të bëjë jetë murgjërore. Kanë ata që japin 60%. Për shembull, kemi jetën e Shën Ksenofonit me gruan e tij Maria dhe bijtë e tij, që janë dhe shenjtorë në kishën tonë. Kemi dhe ata që japin 30%. Shën Kozmai jep një rast shumë interesant, për shembull, thoshte që ishte një prift i martuar dhe ai kishte 20 vjet martesë dhe kishte 19 fëmijë. Dhe patjetër që kjo ishte diçka e pazakontë, por ra edhe në veshin e episkopit. Atëherë episkopi e thret të priftit, tha: sa vjet ke martuar? 20 vjet. Sa fëmijë ke? 19. Si është e mundur, tha, ti vetëm me grua rritë? Duhet shkarkohesh, pra ku e ke vetë përmbajtjen ti? Atëherë ai prifti tha, Irsi, tha, unë me gruan ka vajtur vetëm 19 herë. Vetëm sa jam bashkuar me gruan për ngjizur fëmijë dhe jam ndarë dhe secili ka jetuar i ndarë, pra duke bërë një jetë me vetë përmbajtje. Dhe episkopi e përgëzoi këtë prift me vetë përmbajtje, tha, kështu tha, bëj dhe 100 fëmijë. Do me thënë, këta janë ata njerëz që edhe brenda jetës familjare bëjnë një jetë me vetë përmbajtje. Kuptohet, këta japin atë frutën 30%, thotë Shën Kozmai në predikimin e vet. Por vazhdojmë dhe flasim për vargun 9. Pastaj u tha atyre, kush ka vesh për dëgjuar, le të dëgjojë. Kjo është një frazë përfundimtare, shpeshherë Krishti e thoshte këtë. Mos dëgjoj vetëm me vesh, është problemi, po do dëgjosh me zemër. Dy njerëz mund dëgjojnë të njëjtin predikim, po njëri ndryshon dhe tjetri jo, sepse njëri ka dëgjuar thjesht me vesh, tjetri ato fjalë i ka lejuar të hyjnë në zemër. Prandaj fjala thuhet për të gjithë njerëzit. Informacionin e marrin të gjithë, por problemi është se jo të gjithë janë njësoj në përballje me fjalën, se si e pranojnë, se si e kultivojnë, se si e zhvillojnë dhe se si japin fruta. Kështu pra, shëmbulltyra e mbjellësit është diçka aktuale në çdo kohë. Krishti nëpërmjet kishës dhe shërbëtorëve të saj prap fjalën masivisht të gjithë njerëzit pa bërë dallim, por gjithë njerëzit ndahen në 4 kategori tokash, pra në rrugë, në zallishte, në ferra dhe në tokë të mirë, dhe vetëm ata që japin fryt me durim nga toka e mirë, 160-30, ata janë të bekuar. Të tjerët kanë një besim hipokrit, artificial dhe pa fryte. Por çështja është që këtu po flasim për ata njerëz të cilët lavdërohen në mbretërinë e Zotit si shenjtor. Por në mbretërinë e Zotit ka dhe ata të cilët nuk do të jenë të lavdëruar, por do të jenë të mëshiruar. Dhe nëse edhe neve nuk japim dot fryte, për shkak se jemi një tokë e keqe dhe nuk e kultivojmë të tokën, atëherë të kemi frytet e pendimit. Pra, ne të hyjmë në mbretërinë e Zotit me anë të pendimit. Dhe kështu do të jemi te kategoria i njerëzve të mëshiruar nga Zoti për shkak të pendimit. Dhe kjo është një vepër shumë e madhe. Kështu pra, të dashur të krishterë dhe ju që na dëgjoni, duhet të kuptojmë këtë fjalë të Krishtit,
ose më konkretisht të shëmbëltyrës së mbiecit. Mendoj këtu ta mbyllim edhe takimin për sot, për takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.